Atëherë, kjo është arsye që ne jemi këtu. Dhe po e marrim me vete dhe po ulemi në zyrë tani. Duke parë edhe pak të pjesën këtu. Ky është historia e ngushtë e shërbimit tonë. Për fatin e mirë, ne kemi pasur atë që quaj babai i pediatrisë moderne dhe shefin e parë të shërbimit të hematologjisë, me dy shefet e tjera Gusho dhe Shaba, dhe në 97-ën erdhën dhe tumoret. Pra deri këtu ishim vetëm hematologji, pastaj u bë hemato dhe onkologji. Ndërkohë, kolegu nuk e kemi më mes nesh, doktor Qëndru nga më të vjetër, doktoresha Eleni, një nga themeluset i qendrës së hemoglobinopative dhe të hemotransfuzioneve, pra pioneret e para hematologe, dhe pastaj kolegët e tjerë me radhë, dhe po ta shihni këtu, i shikoni të gjitha historinë që nga 56-ta hematologjia si shërbim, pastaj 94 hemotransfuzionet hemoglobinopatit, pastaj në 2014 hemofilit dhe koagulimi, dhe tradita vazhdon me mjek të rinj që kanë ardhur tashmë. Pastaj këtu kemi vënë eksperiencën ose të bashkëpunimin me organizata dhe shoqata si Motra, që me St. Jude Global Alliance në Memphis, një nga institutet më të famshme të kërkimit në luftë kundër kancerit, SIOPI që është shoqata internacionale onkohematologjisë pediatrike, ku ne bëjmë pjesë me emërtimin ALFOG, grupi shqiptar i onkohematologjisë pediatrike. Pastaj në 2024 nëntor u bën Focus Country i Global Initiative Cancer Control i WHO, si organizatës botërore të shëndetësisë, dhe prej 2025-ës jemi dhe antar me të drejtat plot shoqatës evropiane të onkohematologjisë pediatrike. Në këtë, përveç se personelit, gjithë aktiviteti që bëhet këtu, që nga edukativi me studentët, me specializantët, me ditëlindjet e stafit edhe të personelit, ditëlindjet e fëmijëve, fushatat e sensibilizimit, maratonat me pacientë dhe me familjarët pacientëve, plot viti i ri, festimi vitit të ri, dalje në pension. Kjo është pema e të mbjetuarve. Pra çdo emër këtu është një që ne tashmë luftëtar, që ka luftuar dhe ne tash e kemi të rritur, e kemi inxhinier, e kemi ekonomist, e kemi mjek, e kemi baba, e kemi nën. Sa bukur. Ndër vite. Ka shumë e më shumë se kaq. Kjo është një pjesë, nuk i mbante dot pema, por që të paktën këtu merr optimizëm që ne ja dalim. Këtu vjen që t'ja dalësh, që ta kesh emrin ke pema. Dhe sa shumë emra. Ka shumë, janë akoma më shumë dhe do i shtoj. Kjo është këmbana e fitores. Jo vetëm e fitores e përfundimit total të terapisë, por edhe të një betejë të vogël, për të dhënë optimizëm, për të dhënë shpresë që vazhdojmë. Një sfidë, një komplikacion që ja del me sukses, ne i mbushim dhe i vjen me shumë gëzim këmbanës. Kemi lënë dhe një faqe bosh, si që shifni, do pyesni pse është bosh. Në fakt, edhe këto, një pjesë janë me shpenzimet tona, kjo është dhuratë e një familje miq të mi nga Durrësi, kjo është dhuratë e një familje se një pacienti tonë me rastin e ditës ndërkombëtare Arbër Nezirit, është muzikant në orkestrën e simfonike, është familja e tij që ka dhuruar për ditën ndërkombëtare të hemofilisë, koagulimit, dhe këtë murin ne kemi thënë muri mirënjohjes. Duam që të memorizojmë ose të vëmë çdo në formë etikete, çdo kontributor, çdo njeri që ndihmon në forcimin e këtij shërbimi. Atëherë unë dua t'i drejtohem të gjitha atyre që kanë mundësi, kanë empati, kanë njerëzillik, kanë dashuri për të ndarë, ta bëjnë këtu. Ky është vendi, një nga vendet më të ndjeshme në spital, në pediatri, tek fëmijët. Mbusheni me mirënjohje këtë vend, me qëllim që sa më shumë të kenë mundësi këta njerëz, sa më shumë të këmboj. Që të këmboj këtu. Ne jemi sot me doktoresh Donën, pikërisht për shtatorin, muajin e ndërgjegjësimit të kancerit pediatrik. Jemi në shërbimin e onkohematologjisë pediatrike në QSUNT të Nën Tereza. Për sa kohë është e drejtoni ju këtë pavion? Prej shtatorit të 2024-s. Si e përballoni? Se edhe tani që flasim, ju i keni syt mbushur me lot. Si ja bëni? Si bjeton këtu? Na jep forcë ndoshta besimi i prindërve,
ajo që ata me ata sytë, momenti që ju komunikon diagnozën, presin vetëm nga ty, pra nga personeli mjekësor, për t'i dhënë një dritë shprese. Dhe pavarësisht të mungesave që mund kemi pasur apo mund kemi, ajo çka nuk duhet të mungoj asnjëherë është mbështetja psikologjike ndaj prindit, buzëqeshja ndaj fëmijës, dhe shpeshherë na qellon që edhe pse i kemi sytë e përlotur, në momente të caktuara përpara prindit, përpara fëmijës, të luajmë komedi. Pra, të qeshim dhe të transmetojmë optimizëm. Kjo është ndoshta ajo që na ka dhënë forcë edhe na mban në mënyrë të pasgjidhshme këtu. Kemi pasur mundësi të zgjedhim ndoshta në specialitetet të tjera të pediatrisë. Pediatria në vetvete është e vështirë dhe shumë komplekse, por në mënyrë të veçantë, onkomatologjia pediatrike është nga degët apo nga nën specialitetet më sfiduese. Siç është e vështirë, është edhe e bukur, në thonjza e bukur, sepse në fund të fundit kur shef mbas shumë vitesh që të vjen të takon një ish pacienti joti, që të vjen të falenderon, ose rastisht për të shoqëruar dikë tjetër dhe thotë që shiko se unë dikur kam qenë pacienti këtij shërbimi, nuk ka gëzim dhe lumturi më të madhe. Dhe ky është shpërblimi më i madh që mund të na bëhet neve si personel mjekësor. Pra që arritëm të mbajmë një jetë edhe ta shohim të rritet, të trashëgohet, sepse një pjesë e tyre janë bërë prindër tashmë, dhe ne me krenari, përpara se të themi në konfidencialitet, unë jam gjyshe për herë të dytë, them që jam bërë gjyshe më përpara nga pacientët e mi në moshë më të re, sepse një pjesë e tyre janë bërë me një fëmijë, madje edhe me 2 fëmijë, e tashmë japin kontributin e tyre në fusha të ndryshme. Dhe mesazhi i këtij muaji është ky, që është shumë i rëndësishëm, sepse ideja është kancer, tumor, nuk e thua, larg qoftë, fillojmë bëjmë këto. Mentaliteti ynë. Por në fakt, lajmi është ti hajde këtu dhe ti shërohesh këtu, sepse kanceri pediatrik nuk është i rrallë, por lajmi i mirë është që shumica e fëmijëve shërohen. E vërtet, në Evropë, në shumë vende, natyrisht në Evropën e zhvilluar, shërohet mbi 80% të rasteve, në shkallë globale arrin dhe më pak se 30%, por qëllimi i këtyre bashkëpunimeve që ne kemi me institute si motra, organizma që operojnë në këtë fushë, synimi është që në 2030 ne të arrijmë mbjetesën 60% në shkallë globale. Kështu që pse mos të bëhemi bashkë? Në Shqipëri si jemi? Të dhëna precize të sakta nuk kemi, pasi ne nuk kemi një regjistër të kancerit. Dhe për këtë po punojmë dhe me një nga pikat e bashkëpunimit edhe të marrëveshjes së mirëkuptimit që kemi me një nga institutet më të mira në Europë, me Princesh Maxima, në Utrecht të Hollandës, është edhe instalimi apo fillimi i regjistrimit, ngritja e një regjistri kombëtar të kancerit pediatrik. Atëherë do kishim të dhëna shumë më të sakta, sepse një pjesë e konsiderueshme e fëmijëve po migrojnë. Po migrojnë për shërbim më të mirë, për kura më të mira, rrugët janë hapur, nuk i mban dot, natyrisht dëgjojnë që në botë shërohet aq, natyrisht që secili nga ne si prindër kërkon të afrojë më të mirën për fëmijën e vet. Kështu që nuk kemi dhe një pjesë e hapja e madhe e strukturave private. Vërtet nuk afrojnë shërbim trajtimi për onkohematologjinë pediatrike, pra ne jemi shërbimi vetëm unikal në Republikë sot për sot. Por ama një formacion në bark, në këmbë, në muskuj, një suspekt, një gjendër që shkon për një problem malign, nga spitali privat dëgjon, shfrytëzon lidhjet familjare, kushurinë të afërmit, edhe hikën jashtë. Kështu që për këtë arsye ne nuk kemi të dhëna të mirëfillta, por ama në një studim të bërë vite më parë nga shërbimi jon, kur ky akoma nuk ishte bërë kaq masiv, të themi, kaq trendi në thonjza, ne kemi një mbjetesë të 55-60% që nuk është keq krahasuar me në shkallë globale. Unë të besoj shumë kur flet dhe do doja të më thoshe me gjithë zemër, domethënë sa mund ta thuash. I thua dot një pacienti mos i këri se këtu ne ja dalim me të gjitha, ja thua dot ti? Jo plotësisht. Jo plotësisht. Çfarë nevojë do kishe që t'ja thoshe? Se ti ja thua si person. Ti bën gjithçka. Çfarë të mungon ty që t'ja thuash? Atëherë ne bëjmë çdo gjë, por ama
qoftë kapacitetet njerëzore i kemi të pakta, pra shoqata si motra, sepse duhet edukim në vazhdim i vazhdueshëm, protokollet evolojnë, elaborohen, do të thotë zhvillohen më mirë, bëhen jo terapi, jo vetëm më efektive, por edhe sa më pak toksike për organizmin e njom të fëmijës. Pra, pothuajse në çdo 2-3 vjet protokollet ndryshojnë, kështu që të mbahesh gjithmonë në tonus ose je i përditësuar me të rejat e protokollet, me të rejat e shkencës. Ju keni dëgjuar tash i terapit monoklonale, karticellët e tjerë, duhet të kesh dhe një staf të mjaftueshëm për që të jenë trajnuar dhe të përballuar situata të tilla. Ne në onkohematologjinë pediatrike jemi vetëm 4. 4? Po. Kështu që po kërkoni, keni kërkuar? Patjetër. Dhe nuk ka mundësi, nuk ka fonde? Nuk ka mundësi, herë nuk afrohet njëri të punoj këtu pikërisht për vështirësitë e këtij profesioni, pra nuk futet në degët e preferuara të brezit të ri. Kështu që është një çike vështirë, dhe jo vetëm për mjek, por dhe për infermier. Oraret e zgjatura, të llogarisësh jo vetëm vështirësisë punë, po dhe vështirësisë peshës psikoemocionale të personelit, që është po aq e rëndësishme. Se mos harroni dhe ne jemi njerëz familjar, me hallet tona në shtëpi, dhe ne si jemi imun në rrethin ton familjar mund të kemi të tilla patologjie, të tilla problematika. Megjithatë, kur vim në punë mundohemi të vëmë atë maskën e qeshur, sikur s'ka ndodhur asnjë gjë, sikur s'kemi asnjë gjë, edhe të japim më të mirën tonë. Po ca gjëra duhen thënë me zemër në dorë, se tani ne vetëm përballemi me kritika, me ankesa, po tani mirë jemi të gjithë. Onkohematologjia ose edhe onkologjia dhe hematologjia në vetvete të rriturve, po dhe onkohematologjia janë specialitete që kanë kostot lartë. Pra, po ta shohësh asnjë nga shërbimet private në Tiranë, spitalet private nuk e afron këtë shërbim. Kanë kosto goxha të jashtëzakonshme, jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për botën. Dhe në të gjithë botën, struktura të tilla mbështeten nga fondacione, nga shoqata të grupeve të interesit, pra prindër me qëllime të ndryshme, prindër që mund të kenë humbur luftën ose mund të kenë humbur një betejë, prindër që e kanë fituar, por dhe prindër që vazhdojnë ende, sepse lufta kundër kancerit nuk mbaron me fundin e terapisë. Vazhdon dhe me ato që quhen efekte të vona, çrregullimet hormonale, çrregullimet endokrine, toksiciteti mbi muskujt e zemrës, kardiopatit, mbi fertilitetin, mbi aparatin riprodhues, natyrisht edhe mbi sferën mendore, shëndeti mendor. Pra, të gjitha këto duhet ju adresohen edhe specialiteteve të tjera dhe ne vazhdojmë i ndjekim. Madje edhe kur bëhen atë periudhën e tranzitit që lën moshën pediatrike, por janë të detyruar të ndiqen edhe në moshën adultit, mundohemi që në bashkëpunim multidisiplinar dhe me shërbimin e adultëve t'ju rrim afër. Bëhemi pjesë, dashje pa dashje, jemi pjesë e këtyre familjeve, me këto dramat, me këto problematikat e tyre dhe mundohemi t'i përballojmë së bashku.